Rregull, atëherë unë të vazhdoj bisedën edhe një bisedë me Hasbitherën, e qenë se e kemi për të parën herë në emision këtu në Konakun Popullor, edhe du me i parashtru sa pyetje Hasbion. Sa problem, jam i gatshëm edhe pse jam kom portier në shkollën filloliria, kom mbrojt për shkollën. Jam i gatshëm edhe për... Ti i gatshëm për çdo herë me u përgjigj pyetjeve, pa ma parasysh në çfarë tema pa marrë parasysh bisedohet ose diskutohet. Përgjigje, jam i gatshëm që të përgjigjem, edhe nëse nuk ka përgjigje e saktë do të mundohem që ta bëj një përgjigje të reale. Edhe pse s'është e saktë, do të mundohesh me votë real, apo shumë me vënë ke thonë. Shembull, po nisim me disa barsoleta, mira ma unë do t'i them temën e barsoletës, cilën ti do t'a thush, e do t'a shohim se sa je i përgatitur me thonë atë barsolet për atë temë. Zakonisht di shumë barsoleta edhe nuk do të kisha thonë, jo, e marr mikrofonin, ndalë të kaldoj. Hajde, merre mikrofonin se ti. Prej 1 deri në 125.000 barsoleta e di për mesh, ma shumë mos më gushto se pastaj më përzihen temat. Mirë. Ja këtë merret sa është me Po e kam unë mikrofonin tim, vetëm e marr kështu për sy e faqe. Po, në rregull. Atëherë një barsolet për telefonin, ki këtë një telefon edhe ndoshta... Barsolet për telefonin, në shembull, cigron telefonin njëri tu pegullat të shtëpia edhe nëse me çu telefonin e çon pegullin, e gjek veshin e parë. Edhe tamam edhe po ti tu di vesh ti thash I pas këtë gjek, po tha tu e në ndihmën e shpejt prapë kapa pegullën me telefonit, edhe këtë veshin tjetër. Faleminderit. Në rregull. Hajde një barsolet për ushtarët. Për ushtarët, shembull, 2001 kur jam konë në CK, I për luhaçki me luhati. Edhe arë komandanti thash, ka I të bëmë këto? Thash që po bëj hajgara me një snajperistë, më pëmbrok, që një sati. Në kohën e fundit, muj me thonë edhe në kohën e fundit, po edhe ma herët, politikanët janë aktual shumë. Po, janë politikanë, edhe pse I respektoj gjithë politikanë shqiptarë dua shumë mirë, po barsoleta është barsolet bac. Hajgarja nuk ka për një me, gjysë për një me. Ka bon deshin një autobus me politikan, edhe një plak I fshatit I meri varros krejt, edhe vinë gazetarët e pyesin plakun, o plak, a krejt bre dyqena, a do o shoq, dikush theke unë jam gjallë, po ku më besohet be këtim dhe pa I zotin. Atëherë edhe një barsolet për mjek. Për mjek, njëni tha kam problem me aresën, tha pse s'po shkoj me mor barna për aresën, tha po shkoj, po harrej me shku me I ble, çka më ka shkruar doktori ata. Një tjetër, s'u po shkon me I ble. Njëni duke gërshon sy. Edhe shkon te doktori I syve, aman doktor hiç me gërshon pi syve. Ai thot to shoq, unë jam shumë preciz në orarin tem, edhe deri në 6, po nej sati ja 60 minuta. Po thot çka më bë me këto gërshon sy kam. Ja ek pi syve, ja ngul dorë, thot doktori dulet deri në 7, po non shko ma atras pra vit. Hajde dhe një barsolet tregoj për që këtu janë muzikantat shembull. Për muzikantat, profesori I klasës Si dhënon sigurisht. Nuk e dhënon se unë jam në mesin e muzikës edhe pse nuk jam muzikant. Profesori I muzikës I pyetën 3 veta, thot, a ka dikush që merr vesh muzikë këtu? Njëri çifti jeme, çifti dikujna që këngëtarë e çojnë gishtin, thot mirë, thot merrni çket piano hipni te 64. Do ta tregoj edhe një për klarinetistin ose saksofonistin e bukur. E vet njënin I thot sa sati bedos ti veç kthyer kadilli thot sati jo 12:45 12 minuta 1:20 sotinka thot çyshbe. E vet një tjetër për 1 me çfarë sati. Thot ti shef sa sati bedos thot me dill. Ti shkon me një thot mirë me dill ditën e natën kur s'ka dill ç'e shef satin. Thot e kam marrë valla saksofonin tem ose klarinetin tem pse e ki me sat. Jo se kam me sat, po çysh. Thot janë nisi me muzikë pa lidhje. Del koshia thot, kush o baj budallçin 2 gjys ban muzikë. Edhe e marrë sa sati. Respekte, faleminderit. Faleminderit për ti, Azi, faleminderit shumë për ti.